Me datën 4 mars 2026 në shkollën e mesme të Përzirë në Tuzë, 25 maj, u organizua një aktivitet letrar në kuadër të ditës ndërkombëtare të shkrimtarëve, një ditë që në mbar botën i kushtohet roli dhe kontributi të shkrimtarëve në zhvillimin e kulturës, mendimit kritik dhe shoqërisë në përgjithësi. Kjo ditë shënohet çdo vit me 3 mars me qëllim të promovimit të letërsisë, mbështetjes së krijimtarisë letrare dhe theksimit të rëndësisë së fjalës së shkruar në jetën kulturore dhe arsimore. Në kuadër të kësaj dite, në shkollë ishte i ftuar shkrimtari, dramaturgu, poeti dhe akademiku i njohur shqiptar Stefan Çapaliku, i cili zhvilloi një takim me nxënësit dhe ndau me ta përvojën nga rrugtimi i tij krijues, procesi i të shkruarit dhe rëndësia që ka letërsia në formimin e individit. Aktiviteti organizuan nga grupi letrar Jehona në udhëheqjen e profesoreshës Eliza Lugjonaj. Gjatë këtij takimi, nxënësit patën mundësinë të dëgjojnë më shumë për jetën dhe veprën e autorit, për sfida dhe inspirimin në krijimtarinë letrare, si dhe të bëjnë pyetje të zhvillojnë një bashkëbisedim të hapur mbi letërsinë dhe rëndësinë e leximit. Përmes aktiviteteve të tilla synohet të nxitet dashuria për librin dhe leximin tek të rinj, duke i ofruar ata më shumë me botën e letërsisë, dhe duke i inkurajuar që të zhvillojnë mendimin kritik, kreativitetin dhe kulturën letrare. Takimet të këtij lloji krijojnë një urë lidhëse mes autorëve dhe brezave të rinj, duke bërë librin dhe letërsinë një pjesë më të gjatë të jetës shkollore dhe kulturore. Sot jemi të nderuar me praninë e një artisti të madh të kombit shqiptar për të shënuar ditën ndërkombëtare të shkrimtarëve, i cili e ka të i kaluar famën kombëtare dhe është një ambasador i shkëlqyer i kulturës shqiptare në botë. Prandaj, në emrin tuaj nxënës të dashur dhe në emër të shkollës sonë, kam nderin t'ju prezantoj artistin e madh, shkrimtarin, dramaturgun, regjisorin, poetin dhe akademikun e shquar shqiptar Stefan Çapaliku. Stefan, mirë se ke ardhur, faleminderit që ke pranuar ftesën dhe jeni sot në mesin tonë. Mirë si u gjeta gjithëve. Faleminderit për mikpritjen. Fillimisht, na tregoni pak për kohën e fëminis tuaj, për kohën e shkollimit. Është në interes në nxënësve të dinë ta ndëgjojnë atë nga ju, pra atë periudhën që është e rëndësishëm për secilin njeri, kohën edhe gjatë komunizmit, përgjithësi. Po, të falenderoj për pyetjen, sepse biseda duhet nisë me një pyetje, nuk ka se si të ndryshe, kështu që nga herë përgjigjja nuk është ashtu siç është pyetja, por unë për të shkuar atje duhet që të them dy fjalë në lidhje me raportet e mia personale me Shkodrën, me Malsin, me njerëzit, me Tuzin posaçërisht, duke filluar nga drejtori juaj i cili për një kohë ka qenë studenti jemi në Universitetin e Shkodrës, e me cilin kena pas marrëdhënie edhe më të mushta se sa marrëdhëniet pedagog-student. Ma vonë shoh këtu një tjetër mik temin, i student temin, Idris Gjoka, që është atje në Çoshë, cilin e kam pas student në Akademinë e Arteve, ku ai ka studiuar për regji, teatri, e me cilin edhe kam bashkëpunuar ma vonë unë si autor dhe ai si regjisor. Miqë tjerë të mush të cilët vazhdimisht më kanë prit dhe bashkëpunëtor, siç është maestro Nikol Berisha këtu në radhën e parë, Dimitrovi i dashtun i cili është kujdes për botimin e librit tem të fundit në gjuhën malazeze, Një ëngjëll vesh me frak. Në fakt është një botim billing në gjuhën malazeze dhe në gjuhën shqipe për entit të teksteve shkollore të Podgoricës, pra plot miq tjerë të cilët nuk janë tashmë këtu, por që më kanë hap dyert dhe më kanë bë të njoftun edhe familjarisht me Tuzin. Dhe çka kam gjetur, çka kam vlerësuar atje dhe vazhdimisht rri duke e përmend është një vlerë e jashtëzakonshme morale që ju reflektoni duke rujt në mënyrë fanatike traditat më të mira të
fisit tonë. Duke fillu edhe në pikpamje antropologjike, kështu si që jeni ju simpatikë, të bukur, të dashtë dhe tjerë, po edhe në pikpamje të zakoneve të jetës të përditshme. Gjatë që nuk ka nollë tek ne për shkak të sistemeve tashpra politike, veçanërisht komunizmit shqiptar, i cili e kishte kthy Shqipërinë në një kamp të mallpërshëndrimi. Kur them një kamp të mallpërshëndrimi, më imagjinoni një kamp i cili ishte rrethuar me tela, 28.000 km2, ishte një Mauthausen gjigant. Dhe gjanat që ndodhin brenda këtij kampit ishin të tmerrshme. Ishin aq të tmerrshme sa që unë gjithmonë kujtoj një thanje të një esteti zviceran Theodor Adorno, i cili ka thënë masi ka vizitu Mauthausenin, ka thënë si mund të ketë letërsi dhe art mas Mauthausenit. Kështu që kjo pyetje mundet më ushtru krejt mirë edhe si mund të ketë letërsi dhe art mas epokës komuniste, mas asaj varfënie të tmerrshme, e cila nuk ka kanë vetëm materiale, por xuni raj edhe në shpirtin e njerëzve. Megjithatë, sido që me kenë puna, një artist i madh italian që quhet Roberto Benigni dhe që ka bërë një film fantastik që ju besoj ju e keni pa, La vita è bella, tregon se si edhe në një kamp përshëndrimit fëmia është e bukur. Sepse edhe në një kamp përshëndrimit njerëzit gjejnë shpresë. Edhe munden për me shiju edhe me jetu disa marrëdhënie të cilat nuk i gjejnë në kushte lirie. Nuk e di, a keni pa atë filmin La vita bella të Beninit? Që zhvillohen ngjarjet në kamp përshëndrimit në kohën e Gjermanisë? Besoj e keni pa. Nëse se keni pa, ju lutem shikojeni se ka me kanë një ngjarje e rëndësishme në edukimin tuaj estetik. Të substratit qenurit të ndryshëm, munden mu gjetë subjekte, mesazhe, tematika të tilla, të cilat në të vërtet na bajnë krejtësisht veçantë. Kështu që për të kthyer tek pyetja juaj, secili ka një fëmijë të bukur, secili ka një fëmijë të veçantë, secili ka një eksperiencë personale e cila flen, jeton bashkë me ty dhe mundet në një moment me u zgju. Mirë po, problemi është se përvojat njerëzore nuk mjaftojnë për me bërë letërsi. Nuk është e thanur se një njeri që ka jetu, që ka udhëtuar shumë, ku di se çka ka pas eksperiencat mëdha jetet, mundet me kenë një shkrimtar i mirë e një tjetër jo. Nuk ndodh kështu në letërsi. Sepse letërsia është në fakt një riorganizim i përvojave. Nuk janë përvojat e rreshtume në mënyrë kohore, kronologjike. Sepse ashtu do të bashkim një libër me kujtime, po. Dhe libër me kujtime mundet me e ba çdo kush. Sepse çdo kush ka një bagazh memore të çdo kush ka me thënë. Por ti marrësh të përvoja dhe ti riorganizosh përtej aspektit kronologjik dhe përtej asaj që quhet shkak pasojë, ne mundena me shku ka letërsia. Them mundena sepse prep nuk ka vetëm aq letërsia. Prep ka disa ingredientë tjerë, të cilët shkrimtari ose i din, ose i mëson gjatë përvojës, gjatë eksperiencës tij. Du me thanë edhe diçka, sepse na duhet, me që jemi në shkollë, unë jam mësues, edhe nuk mundem dot me dalë prej zhgullit të mësuesit. Kur jem mësues, duhet me ba marrëveshjen e fjalëve me studentët. Sepse po nuk u ba marrëveshja e fjalëve, do me thanë njëri i bjen thojt, tjetri patkonit edhe nuk dalin për punë. Atëherë cila do të ishte marrëveshja e fjalës që unë du me ba me ju që në kryt kësaj bisedet, që të mos vazhdoj më tepër. U fol këtu për autorin, për letërsinë bashkohore, për autorin bashkohor. Dhe pyetja jeme është çfarë do të më thanë autor bashkohor? Kush është autor bashkohor?
që të bim bëjmë marrëveshjen e fjalës dhe ta dini një herë e mirë se ç'a është autori bashkëkohor, një herë e mirë, se kjo punë mësohet për tani jetën. Do t'ju citoj një filozof të famshëm italian që quhet Giorgio Agamben, i cili ka një libër shumë të vogël me titullin Çfarë është bashkëkohorja. Dhe ai sjell dy shembuj. Shembulli i parë është shembulli që paragonon me shpellën e Platonit kur thotë se na marrin thotë gjithëve dhe na fusin në një dhomë pa dritare, dhomë të errët. Dhe kur dalim, na pyesin një nga një, na thonë çfarë pe aty mbrapa. Dhe njerëzit çojnë supet dhe thonë unë nuk pash asgjë. Edhe i dyti s'pash asgjë, edhe i treti s'pash asgjë, edhe i tjetri. Dhe del një person thotë prej atyne, që thot, po thot, unë pash. Po ti qarë pe? Unë thot, pash errësinën. Unë pash errësinën. Sepse edhe errësina shikohet, vihet re. Dhe këte e venos Agamben e shënon me njësh. Pra autori bashkohor është ai që shikon errësinën. Errësinën e kuj? Errësinën e epokës së vet. Errësinën e epokës së vet. Pra, kur themi epokës së vet, shkum të temat aktuale, që ti the. Apo jo? Po temat aktuale, autori bashkohor nuk ka nërmend me tregu një dasëm. Një moment pra të hareshe, një moment me ngjyra, po një moment bardhëzi, një moment obskur, një moment të trishtueshëm, një moment problematik. Pra nuk mundën atë do të mi thanë në një personit që jeton në kohën tonë, i cili del, merr kavaletin, merr bojnat, është piktor, edhe shkon dhe piktoron një mal me pemë. Një mal me pemë. Po ne nuk e dim se kur ka jetu kë robi që ka piktoru një mal me pemë. Se mali me pemë ka kënë edhe në kohë Skënderbeut, ka kënë edhe në kohë Homerit, ka kënë edhe në kohë ku diun se sa. Pra, të pejzazhi ti me një mal me pemë, e me licen, e me tjere, ne nuk shohim kohën tonë. Nuk e shohim. Atëherë Kyrop nuk mundet me kënë autor bashkohor. Shembulli i dytë që na bjen Agamben, që është shumë i rëndësishëm, është roli dhe perceptimi nga ana e kolektivit, nga ana lexuesve, nga ana e shikuesve, e këtij që quhet autor bashkohor. Edhe thotë kështu. Kur isha thot i vogël, mësuesja thot na kishte thënë se të gjithë yjet në qiell janë dijej. Mirë po, ato na ndriçojnë ne dhe njëri tjetrin. Atëherë tha, unë shkosha në shtëpi i mërzitun, sepse mendosha se mësuesja nuk na ka treguar të vërtetën. Po pse s'na ka treguar të vërtetën? Sepse po t'jetë vërtet, ne s'do kemi kur natë. Se kaq shumë yje ka qielli, dhe nëse këta janë dije, këta do ndriçojnë edhe natën. Pse vjen nata? Dhe shkova i thash i ditë mësuesit, i thash, se kjo s'ka sens, nuk ka kuptim kjo punë, ju na keni thënë se këta janë dije, e këta nuk na ndriçojnë në natën. A tha, është vërtet, sepse nuk na ndriçojnë? Sepse shpejtësia dritës që ato lëshojnë mi ne, është më e vogël se shpejtësia me cilën ato largohen prej nesh. Se galaktika është në ekstension, është në shtrirje, është në largim. Një kjo është autori bashkohor, nuk është kur diell, është yll. Në momentin që bëhet diell, që na ndriçon, është klasik. Sepse grekët e vjetër, me fjalën klasik, kanë kuptu i përsosun. Që ta plotësojmë pak edhe tablën biografike. Na trego pak se si ka filluar karriera juaj profesionale, gjithashtu edhe ajo e krijimtarisë letrare. Si filloi, si... Krijimtaria letrare nisë në fakt tek gjithë secili prej nesh si krijimtari artistike.
Mirë po, ne nuk kemi, në momentin kur nisim, nuk kemi të përgatitur për mi ba tana me shprehit artistike. Për shembull, unë nuk kam ditë mira pianos, sepse po të kisha ditë mira pianos, ndoshta pianoja do të zëvendësote mundësinë për mu marrë me letërsi. Apo nuk kam ditë me pikturu, sepse ndoshta piktura do të zëvendësote atë, apo nuk kam ditë, nuk e di, me kënu. Pra, në të vërtet nisë si një nevoj për me nda diçka me të tjerët. Mandena, mënyra se si ndahet me tekst edhe bash shkrimtar, ndahet me muzikë edhe bash muzikant, ndan me kudiun me ngjyra edhe bash piktor, është muhabet tjetër. Artisti ka nevoj për atë që Aristoteli e qunte shpirti mimetik. Shpirti mimetik është nevoja, që i thonë këta në anglisht sot to share, me nda. Pra, se cili artist kujton ai, se ka brenda vetes një sekret që duhet me ja thënë tjerëve. Mirë po, ky sekret ka i herë është interesant, ka i herë është vlen as i sen, varet se me ke ndanë, apo jo. Kështu që, ky është një moment gati metafizik, nuk ka një shpjegim sakt, edhe nuk mendoj se përban recet për dike tjetër, si me thanë që. Bani si kam ba unë, se ju keni me... Pra nuk nodhë, është diçka është një nevojë e mbrëmshme. Dhe nevoja për mu ba artist është fantastike. Lumej që e ka. Dhe mjera i që i largohet. Fantastike. Është shumë e vërtet. Ju jeni edhe fituesi disa çmimeve letrare brenda dhe jashtë vendit. Më thojeni cilin çmim ndoshta do e veçonit më shumtit, edhe na flisni pak edhe për kthimet e librave tuaj që janë përkthyer në shumë gjuhë, realisht. Po, faleminderit. Unë kam një çmim të rëndësishëm ndërkombëtar që e kam marrë në festivalin New Place from Europe, Neue Stücke aus Europa në Frankfurt, në festivalin më të rëndësishëm të teatrit, me një dramë ose me një komedi të zezë, të cilin e ka punu në teatrin kombëtar të Malit Zi Idris Gjoka, masi është punu në Tiranë, masi është punu në Shkup, drama është punu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është punu në Rumani, është punu në disa shtete, dhe që quhet Allegretto Albania. E për cilën kisha dashur më thënë dy fjalë rreth subjektit Allegretto Albanisë, për me kuptu se çka është ajo gjaja e jonë që ne mund ta sherim, ta ndajmë me tjertë, edhe të tjerë ta vlerësojnë. Historia e Allegretto Albanisë nis kësaj. Unë jetoj në Tiranë, por shkoj vazhdimisht në Shkodër, jam shkodran, shkoj një herë në javë etj, kam miqtë e mi atje, dhe një ditë bukur pyes dike, i tham, a keni pa, po themi ne, kolën, mërë. Thonë, pse nuk e din ti, që i ka nëllë kolës? Jo, e thonë, se di. Kolla, thot, është ndërë, mërën. Po pse mërë, që ka ba kolla? Kolla, thot, s'ka ba si sëndë. Po është ndërë mërën. Po si ka mund që s'ka ba si sëndë ndërë mërën? Po thot, se një kushëri i kolës, emigrant në Greqi, ka ardhë në Shkodër për pushime, në një loj bilarduet, është ngatru me dikën dhe e ka vra. Dhe atëherë, pala viktimës, do në me marrë gjakë, do në me marrë hakun. Po që pun ka kolla, se kolla nuk e ka këte as vla, as ku diun, tafërt, as babës, as djallës të tjerë. Jo, thot, me të vërtet nuk e ka, po problemi është se pala viktimës ka që fjalë se do të marrë hakun të ma i miri i fisit. Dhe kolla ka ba apel, kush është ma i miri, edhe i ka dalë vetja. Do të thënë ishte për mu një goditje e jashtëzakonshme,
si mund të lesha unë këtë gjatë që më kishtë arë në dorë pa shkru. Edhe ndërtova një komedi të zezë, ku është burë, gru dhe 2 fëmijët janë të nërëmë shpi, ku ky burë është kolla pra, dhe gjatë tanë pjesës familjarët i thonë kolës, po kush të ka mu shmendën mërë ty, se kush të ka thonë mërë se e ma i mirë, që në kënë nërëmë rëndë. Mirë, po frika vdekjes është ma male se sa mundësia për t'i mu shmendën vete se nuk jam ma i mirë, edhe kjo punë zgjatë. Futen loj personazhe të tjerë, deri sa një ditë bukur, shofin televizor se vrasi, ai vrasi vetë, ai jo vetëm që ishte jashtë, po kishte shku me forcat paqerujtëse diku në Iraket, diku të. Atëherë Kols fillon me mu shmendja se duhet me dalë prej kësaj gjaje, dhe në një prej këtyre ditëve të famshme që vinë, sepse gjithmonë hjenat janë ato që përfitojnë nga viktimat. Dhe janë disa njerëz jashtë që shkruajnë projekte për këto që janë mbranda, që dhe me ki shkruajnë i bin nima atje e tjerë, dhe gabimisht dikush që merret me nima, në vend që me i pru nima ushqimore atje e tjerë, ka pru në shtëpinë e Kols disa vegla muzikore, të cilat kanë ardhur në fakt për një koncert që do bëhet Allegretto Albania. Që është maksimumi i ironisë dhe tjerë, për më dashme e zgjatë. Kështu që Allegretto Albania është një gjë për cilën unë vazhdoj të krenohem për faktin se kam pas nuhatjen e duon, në momentin e duon me mbat timen këte subjekt, e natyrisht me taritu në mënyrë dramatike në formën e një teksti teatror. Kurse sa i takon letërsisë, në përgjithësi letërsisë, pra unë jam investu shumë, jam marrë shumë me teatrin, jashtëzakonisht shumë, kam shkruar rreth 40 e sa pjesë teatrore, komedi edhe drama, cilat janë mlell në 2 vëllime të mëdha të veprës teme të zellun, një na quhet dramat gazmore dhe tjetra komeditë e përgjakshme. Kurse në vitin 2015 ne kam filluar më marrë me prozë. Seriozisht, domethënë, më marrë me prozë, duke pak a shumë duke e lanë me një anësh teatrin, sepse teatri ishte një investim që kërkonte shumë energji dhe që bëhet sa i ri në fakt në të vërtetë. Edhe nisa me një roman që edhe ai ka pas një fatin e vet mirë me u botu në Shqipëri dhe në shumë vende tjera, deri tash është botu në 11 gjuhë të huaja, që titullohet Secili çmendet sipas mënyrës vet. Secili çmendet sipas mënyrës vet është një triologji me 3 vëllime. Ngjarjet fillojnë në vitin 67 dhe mbarojnë në vitin 97. Pra, afërsisht 30 vite. Është botu në gjermanisht, në francisht, në italisht, në tona gjuhët e rajonit. Votimi i fundit ishte në kroatisht. Tashti jemi me Nikolën, po i cili ka përgatit variantin në slovenisht të romanit për të gjetë atje një botus në Sloveni. E kështu. Albumi Thashe Themeve është një roman eksperimental, të paktën për sa di unë nuk kam pa një model të dytë. Unë kam marrë 16 fotografia nga albumi Familjes, edhe kam shkru me këto 16, njës për këtyne 16 fotove, kam ba një roman. Si dhe pse? Si dhe pse, sepse ma i mend dikur, kur isha fëmijë, në shtëpinë tonë, sa herë që vishin miq të rrallë, miq të largët, nana jeme, mas i hanim drek ose dark, i merrte atje në një qoshe dhe i tërgote albumet e shtëpisë, albumet fotografike. Dhe në momentin që i tërgote albumet fotografike, ato kishin drejtën e Zotit për me pyet kush është ky dhe kush është kjo. Dhe në momentin kur nana niste mi dhanë përgjigje kush është ky dhe kush është kjo, në fakt kishte nisë letërsia. Letërsia nuk ishte asgjë më tepër përveç se mi dhanë përgjigje kush është ky dhe kush është kjo, edhe pse ishte një tekst i pashkruar, një paraletërsi, ishte një thashethem, por në kuptimin më të mirë të fjalës thashethem, se anglisët për shembull kanë shumë bukur, kanë dy fjalë
për ta them. Kanë rumor edhe gossip. Rumor e kanë prej latinistës, me origjinë prej latinistës, e gossip e kanë prej anglosaksonës. Edhe me gossip kuptojnë ato gjanat paka shumë, po themi ne të këqija, kurse me rumor është thjesht zhurma, është pa mundësia për të kuptuar se çfarë të fola ata dy atje. Dhe me qenë se unë s'kam mundësi për ta kuptuar, atëherë e plotësoj unë me fantazinë time. Në këtë kuptim është përdor fjala tashatema. Tashti mbyllur për pushime. Mbyllur për pushime i vendos ngjarjet në luftën e dytë botërore, në fundin e luftës dytë botërore, kur ka kapitullu Italia. Italia kapitullon me 23 shtator të 1943-shit, krejt pa pritmas, askush nuk e din se Italia do të shpallte kapitullimin, aq më pak Gjerman që ishin aleat të tyre. Dhe kjo ishte që një rufen që jo të hap, Gjermant nuk din që me ba, i kishin besu italianëve tanë bregun e Adriatikut deri në Dalmaci, dhe atëherë vinë shpejt e shpejt në Shqipëni dhe ndërtoj një qeveri pro-filo-gjermane, ku kishte për detyrë vetëm me rujt Bregdetin Bregdeti shqiptar mos më u ba prej aleatëve, dhe me rujt rrugët nga do mund të ktheheshin batalionet e sese të Janinës dhe të Strugs për në veri. Ashtë historia e pame me sytë e humsave. Si e kanë pa historinë humsit të luftës, jo fitimtartë. A një anëzët vesh me frak, ashtë në fakt kishte me kënë vazhdimi i këtij romanit. Pse kishte me kënë vazhdimi i këtij romanit? Sepse romani mbyllur për pushime mbaron me një këtë batutën që unë e kam përdorur në titull, mbyllur për pushime. Çfarë do të thonë mbyllur për pushime? Është një isht prostitut e ushtrisë italiane që ka ardhur në Shqipëri, e cila ka rënë në dashuri ose më saktë një këpuctar nga Tirana ka rënë në dashuri me këtë sonjen, kanë dashur mu martu, është dita, është 29 nëntori i 44-sit, po vinë komunistat në Vërhoxha me qeverinë e vetë etj. Dhe Osmani don me e festu. Atëherë e merr sonjen hopa, e ka mush xhepin me tana kursimet e veta dhe niset me shku te restoranti Pllumi i Bardh, ku shkon dhe e gjen derën mbyll, sepse dikush ka shkruar mbyllur për pushime. E çka janë të pushimet, është ti? E çka janë të pushime, duhet me lexu një anë vesh me frak. Ku kena fatin e një kompozitorit, unë jam frymëzuar nga vepra Prengjakovs, i cili aso kohet, dhe kjo është pjesa interesante, ishte në burg, dhe vishin mjes e mershin prej burgut, ja heqin prangat, dhe një ushtar me pushk e qote në shtëpi, se në shtëpi prenga kishte piano, për me shkru këngë për komunizmin, që i kishte fut në burg. E më dhe në dark e veshin prep edhe qoshin edhe herë në burg. Pra kjo çudi e madhe e artistit në diktaturë që duhet me adhuru, me afal muzën dikuj që nuk i takon. Deri sa përfundon me një akt vetvrasje, siç e dini ju, Prengjakova ka vëra vetin në vitin 1969, mos i kishte shkruar operën Mrika dhe operën Skënderbeu. Po. Saga Sarajevës. Saga Sarajevës është një roman i jem në të fundit, në të matë recentët që kam shkru. Është një eksperiencë personale. Në një rezidencë shkrimtarsh në Sarajevë, unë dosha me shkru diçka, nuk disha që me shkru. Atëherë u kujtova se baba jem, i cili jeton sot e kësaj dite dhe është 93 vjeç, më kishte thënë, kishte treguar se një pjesë e fisit ton diku në luftën e parë botërore kishte ikë prej Shkodrës se kishte shku në Sarajevë. Dhe unë du me gjetë rrajt e mia, dhe duke gjetë rrajt e mia, ndërtoj një këtë roman, që niset nga Shkodra dhe përfundon është një odise e një familje, nana me 4 fëmijë të vegjël, dhe përfundon në Sarajevë. Në tana romanet e mia ushqehem
nga librat me kujtime, nga librat e shkruar nga të tjerë, i du shumë literaturën memoaristike, sepse atje gjej motive nga më të ndryshme. Dhe po ju them një prej librave që më ka bërë me shkru Sagën e Sarajevës, ka kënë libri i profesor Injat Zamputit me kujtime, i cili tregon se si nana, në kohën e Austro-Hungarisë, nana vetë me fëmijë të veçël, i ati ishte vdek, kishte shku në një dyqan atje në Shkodër të hapur nga Austro-Hungarët, të cilët shkëmbenin arë me buk. Pra shkodranë që oshin arin e shpis për me marrë një kothere buk. Dhe shpija t'yne ishte në gjene kaq të ranë, kaq katastrofike, fëmijët po vdisin për urijet, dhe kjo ka mbledh tonë arin, bijuteritë e tjerë për mi qu edhe me marrë buk. Dhe në momentin që i vjen rralla, delej oficeri austriak dhe thotë, nuk dona mo arë, dona enë prej bakërit. Edhe kësa i del të loti, thotë, ma mërë një mërë arin, se janë fëmijët të dhe nisëm prej kësaj dhe nërtoj të shtitan storen e Sagë Sarajevës. Ky është i fundmi libër në prozë, i fundmi duket sikur s'ka më shkruar ma kur po, si thohet? I fundit jo, shpresoj. Si që kena në Shqipë, si më në më thonë në Shqipë? Majeriu. Libër titullohet Shkodra Express, është një histori e asaj që quhet kultura e undergroundit. Shkodra, si një qytet krejt atipik në Shqipni, gjatë periudhës komunizmit kultivoi dy lloj kulturash. Ishte kultura rrugës, të cilën në fakt e kontrollonte pushteti, dhe ishte kultura e shtëpisë, të cilën pushteti nuk mund ta kontrollonte. Dhe këto dy kultura nuk kanë shku kur paralel me njëra tjetrën. Kanë qenë dy drejtësa të kithta, i thoni në fizikë, si i thoni këtyne që nuk takohen asnjëherë në fizikë. Drejtësa të kithta, apo jo? Okej. Ku keni profesorin e fizikës? Mirë. Ishin dy drejtësa të kithta, nuk u takoshin kur, dhe kjo kultura e shtëpisë ka prollu kaq shumë gjana të cilat nuk kanë arrit do të inventarizohen. Dhe unë jam marrë pikërisht me këtë arkeologji, me arkeologjinë e kulturës undergroundit, për të prollu këtë libër Shkodra Express, i cili ka një veçori formale, në krahasim me tjerë, sepse i ftoj lexuesit të bëhen bashkëautor. Si i ftoj? I ftoj duke i thënë se unë kaq më i mend, nëse ti kujtohesh, merre lapsen, çikuj ke këto pika, dhe shtoj ti. Nëse s'mjaftojnë të trija, shkruaj 6, shkruaj 9. Dhe libri nis nga disa histori që unë i quaj kronikat e Panafaka, deri tek epitafet që gjenden në varrezat e Rmajit. Ky është një libër që del prej rrallës së prozës, një libër me poezi, Kamera Obskura. E kam titullu Kamera Obskura për shkak se ashtu si fotografia. Pra që të bëjmë një shkrepje fotografike, ne kemi nevojë për një dhomë të errët. Vetë aparati fotografik nuk është asgjë tjetër për një dhomë e errët, ku hapet një moment, futet një fluks drite, e cila lën gjurmë ose në një pelikull, ose në një lastër xhami, dikur sot në forma digjitale në teknologji tjera. E kam karasu poezinë time me një Kamera Obskura, sepse poezia ime nuk është gjë tjetër, por vetëm disa shkrepje të rastësishme, është gati si një kronik që unë dëshmoj nëpërmjet këtyre poezive. Noshta me lexu diçka prej poezisë që se kanë këtë. E kemë edhe i nxënës që do na lexojnë, edhe ti mund të na lexosh nisë, që të keni. Okej.
Ja, po këtë i tu hapa e këtë po lexoj, nuk ka në një kështu. Nuk e di pse na kanë met shumë pak sendet nans. E pra ajo nuk ka më shumë se 10 vjet që ka ikë. U largu ashtu e veshun thjesht, let, me kostumin e saj gri. Dikush duhet t'i kishte rujt sendet e saj, unë mas pari. Çka ishte ky mos kujdes? E tash kanë met krejt pak një bluz sa mi marë aromë, disa qikrima edhe një krahën i vogël. Nuk di pse, po sa herë që duhet bëhem burr, kërrehem me te, vetëm sa për të një gishtat e saj në kry. Faleminderit. Tani për kënaqësinë tonë e gjithashtu edhe tuajnë, kemi përgatitur një pikë artistike nga nxënësja Anabela Camaj dhe Viktoria Detvukaj. Do i lexoj një poezi dhe Anabela do i bie pianos. O Zoti im, më ban të jetoj ashtu si erdha, si e nisa, me hallet të vogla, as pak ekzistenciale. Ma freno gojen, po mundesh me fol me ndonjë makinë. Mos më ban të qethem të një robot. Më ban ta njoh me emën kasapin e ilaçës. Me lën ta ha bukën e nxehtë nga duart e gruas të mikut më të ri. Më ban ta vazhdoj miqësinë me Robaçepsin, ku shkurtoj këmishat, me këpuctarin kur i paroj takat. O Zoti im, më ban të vdes si një human. Me qenë se tani edhe e lexova këtë poezi, do doja t'ju pyesja pak për këtë poezi, sepse siç e kam kuptuar unë, bëhet fjalë për një tematikë serioze dhe aktuale e cila e ka kapluar shoqërinë tonë, o do doja dija më shumë për mendimet e tua për këtë tematikë dhe për këtë poezi vet. Kjo poezi që ju keni zgjedhur është me të vërtetë një shqetësim i përditshëm. Prandaj mendoj se në këtë kuptim më bën kontemporan kjo poezi mu. Fakti që më lidh shumë me epokën teme dhe më lidh shumë me terrin e epokës teme, të cilën unë e shikoj për fatin e mirë ose për fatin e keq, nuk e di, po e shikoj tek kjo shtrirja e teknologjisë e cila po shkatron humanen, po shkatron marrëdhëniet njerëzore. Pra imagjinoni të shti, i shohim ka herë të këto reelsat që kena në për kompjuter, që ti të shkosh të qethesh edhe mos gjesh berber, po ke një robot që fut kokën edhe të qeth. Mi po ti nërkoj e mësu me shku të një berber, ja din emrin, a i ta din emrin, a i të pyt me se merresh, edhe ti i thu berberit, po ju me se merreni, kesh Barcelete. Po, du me thanë që banë muhabet me te. Dhe një prej knatësive tona, është pikërisht kjo, po më thoshte, po jo ma lërgë se para një javët, unë kam kënë në Paris, me marrë pjesë në një komision, ku një zonjë atje, që i kisha në krah gjatë darkës, më tha, unë shkoj, tha, njëherë një javë me ba pazari në filan vënd, ku du një lagje atje të Parisit, jo pse këto gjana nuk i gjej afër shtëpisë. Po më pëlqen me shku me ba muhabet me kasapin, me atë që shet peshk, me të që shet perime, me bizedu, po pse janë domatet kaq ku duhen të pa bame e këtë e tjerë. Dhe kjo të shti, kjo gja, ne e kuptojmë se si po na thërmohet nërgishta kjo marrëdhënie, po na ikë, po na zhduket. Dhe në këtë kuptim, shkrimtari nuk ka mjet tjetër, nuk mund që dalin me qitë push, më thanë që kam dalë me mbrojt berberhanet.
por shkruani poezi se ka që ka mundësi me ba. Lidhje me librin e juve, albumi i Thashe Themeve, Po. që ma duk interesant me pytë se në këtë liber, paraqet autori i Thashe Themin vetëm si diçka negativ, apo edhe si pjesë natyrshme të shoqërisë? Ja pra, si që thash në fillim, përpoqa të shpegoja në fillim, që në rasti i fjallës Thashe Theme, me sen se nuk kemi një fjallë të dytë në Shqip, po të kishim një fjallë tjetër, e cila nuk e ka këtë ngjyresën negative, unë do të kisha përdorur atë fjallën tjetër, po ja që Shqipja nuk e ka, si që ka anglishtja për fjallat që përmenda. As shumë gjuhë tjera nuk e kanë. Zakonisht gjuhë që kanë një raj, nuk kanë dy. Prandaj anglishtja është një gjuhë, si që thot edhe Borges, është një gjuhë e jashtëzakonshme pikërisht për faktin se ka një kam të latinja e një kam të saksonia edhe e pasunon shumë ligjërimin. Po në rastin konkret, fjala Thashe Theme është përdorur në kuptimin e bisedës, një bisede me zot ult, mos më nani kush, disa të shqyqyra sekrete, po jo se unë po flasë me zot ult për me shoh dikë tjetër, no. Mirë dita, që të zhvillojmë letërsinë dhe kulturën tonë si shqiptar, a mendoni se duhet të frymëzohemi nga tjera kultura apo jo? Patjetër, shiko, ne nuk mund ta konsiderojmë ma atë dheun si një shpellë që na mbron nga tjerët. Ajo është një epokë e marrë në fund. Prej cilës e kemi pësu. Do të thoni me të vërtetë e shpella ka rujt, në ka rujt, këtë në ka rujt, atë e tjerë, po kjo është një pamje shumë romantike e shpellës. Ne do jetojmë në vende ku shkëmbehen ide. Ju nuk e keni idenë si një breziri se sa e ndarë ka kënë Tosknia me Gegnin në para 60-70 vjeç. Nuk kishte bë vaki kur një shkodran me shkel në Korç. I pari shkodran që shkel në Korç është Hilmosi, se e kishin marrë si një agjensi tregtare, kishte nevojë për një djalë të ri që ishte përkthy si ditë gjermanishtën, e hila sa ishte kthy për Austrijet, e merr vesh diku dhe shkon në, do të thënë 1920. Kuptoni, para 100 vjetëve. Mandena, banori i dytë, shkodrani i dytë që i shkel kama në Korç është Gjergj Fishta, se do të kalote për me shku në Stamboll, sigurisht në kryetari i parlamentit, edhe kishte llogarit me fjet një 2-3 net në Korç. Mandena, shkodrani i tretë është Padrantan Arapi, se e thrasin për me majt një cikël leksionesh. Mandena, shkodrani i katërt është Dom Lazar Shantoja, se shkon me themelu klubin Dante Alighieri. Pra imagjinoni. E kishte një korçar që ishte Kristof Floçi që kishte ardhur në Shkodër. Edhe kaq. Pra ne kena jetu në shpella. A ke ndasht me u hap loja. Dhe ajo që na ban ne, që na krijon kontakte reale, janë ato që në Shqipen, në zhargonin e Shqipës popullore quhen shkartisje. Shkartisje janë martesat mikse. Dikur, sistemi komunist me gjithë të metat që kishte, i merte djemt prej Veriute i qote ushtarë në jug, ata kur shkoshin ushtarë në jug, njifshin ka i vajzë të tjetër, u fejoshin me ta dhe i bishin këndena në veri, e anasjaltas këtat jugët, derisa u kriju një infrastrukturë. Të shti, ne jemi në një epokë ku infrastruktura është nërtu. Apo, duke qenë se infrastruktura është nërtu, sfida e jonë është jo vetëm që ka me marë për e tjerve, po që ka me dhanë. E të kjo që ka me dhanë, duhet mu menu shumë, se që ka me dhanë. Me dhanë drogë, me shku mu ba trafikant drogët,
prodhojmë droge, shkojmë e dajmë drogen në Angli. Kjo është e tmerrshme. Shkojmë e ndërtojmë shtëpi barit në Londër. A mundën ne do të me çu poezinë, po themi e ledjas që e kemi këtu, me përkthy në anglisht, edhe me ta botu i shtëpia malle botuese, edhe me t'i bë anglisht, me lexu poezinë shqipe. Që do të ishte loja. Pra, ne jemi qenje interkulturore. Dijet që bëjmë sot në shkollë duhet me kenë dije interdisciplinore, transversale. Pse? Sepse jeta është e tillë. Shkolla sot duhet me sezman të reformohet, sepse kështu si që është ndërtuar është qysh në kohët e David Hume'it, qysh 1850-ën, ai ka da fizika në veçmis, biologjia kënejna, kimia ka ana tjetër. Në fakt ata janë tëna bashkë. Ata funksionojnë tëna bashkë, si trupi njerëzor. Ideja e trupit njerëzor shkon bartet edhe në shoqni. Edhe shoqënia duhet të jetë ndërvarur, dhe kështu me radhë kultura të ndryshme tjetër. Përshëndetje, zoti Stefan Çepaliku, është kënaqësi e veçantë t'ju takoj. Ju përgëzoj për veprat tuaja që kanë lënë gjurmë të thella tek lexuesit. Kisha 2 pyetje. Vepra juaj e cila sipas jush është më unike, më domethënë se për ju dhe ka më shumë ndjenja sipas jush. Nga që unë dua të di këndvështrimin tuaj. Kjo është një pyetje, me thënë drejtën, është një pyetje jo pa vend, po i nxan shumë pyetje si mund t'i bash një prindi, cilë fëmijë, cilën dën më shumë, dën djalin e madh, djalin e vogël, vajzën e tjetër. Gjatë që është absurde. Ju kur s'keni menduar se mund pyetni një nanë ose një babë se cila është për ke dashni më të madhe. Di me thanë se për ke kam dashni më pak, që janë pak a shumë dështimet e mia, sepse jo gjithmonë ti ke shkrimtari ka sukses, shkrimtari dhe dështon, gjatë atyre dështimeve mëson e tjetër. Por në përgjithësi nuk kam një. Se pari përshëndetje nderuar zoti Çapaliku, mirë se vini në shkollën tonë. Pyetja ime për ju është, a ka ndikuar vendlindja juaj në krijimtarinë dhe botimin e librave të juaj? Po, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë. Atë shumë sa i me shoqe jo më lërgë se para ta ditëve që kishim muhabet, më tha, ballë ma me shkote. Shkote që barru me nej terren tjetër, me shkoda. Edhe unë du shumë që të ndahem, du shumë që të bëjt divorc me shkodën, me grunë ka marru e punë që s'ke shansë ma. Mirë po sa herë që du me e bak të divorc, shkone më delë për para një histori, ka që e bukur, sa që të më punë s'mund të alamër këtë, si me alamër këtë histori më të shi, se du me ikë për i shkodër, s'mund të alamër, edhe i këthejmë prapë. Edhe se sa ka me zxatë këtë histori, nuk e di. Pra, në orën e gjuhës shqipe, ne kemi lexuar një pjesë nga romani juaj albumi i thashëthemeve dhe ne na ka bërë shumë përshtypje një nga pjesët e librit që do ta lexojmë. E parë kështu, ç'ndryshim atëherë ka të bamit letërsi me të bamit thashëtheme. Gati asnjë, sepse në praktik më shumë gjasa ka me rajt historia se sa letërsia. Dhe pra, a mund të na komentoni pak këtë citim? Po, është e vërtet. Do të thënë, kjo është një binja jeme që letërsia shumë herë ma zemër hapur, shumë herë ma sinqert, shumë herë ma dëshmitare, reale e gjanave që kanë ndodhur se sa historia. Historia është një pamje e përgjithshme, globale, skeletike, skematike e sendeve që kanë ndodhur në një shoqni, sepse nuk ka as mundësi për me hy, për me interferu në intimitetet
që shoqënia i bartë me vete, dhe gjatë cilën vetëm letërsia mundet me e ba. Pra, ne kemi, po themi ne, mund kemi një tekst në bibliotekë tu që thot historia e romanit shqiptar, por nuk kena një tekst që thot romani i historisë shqiptare. Atëherë, mos më mbetet gjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj që ishit këtu me ne për të festuar, të nderuar këtë ditë madhe, siç është edhe dita e shkrimtarit. Faleminderit shumë. Gjithashtu dua të përshëndes edhe të falenderoj edhe shkrimtarët që kanë ardhur sot bashkë me Stefanin, poetin Ledja Dushi, Durim Taçi. Një përshëndetje për ta dhe faleminderit që na keni nderuar. Faleminderit gjithëve këtu që na keni nderuar me këtë prezencë dhe e keni bërë këtë ditë kaq të veçantë. Faleminderit shumë. Shihemi në takimet e radhës.